sigurisht që nuk të rrigjë sepse ka formacione vetë politik, dhe unë ju garantoj që prap nuk rrej që o do humbja me 500 vota për balë PS-s, ose do fitoja ose barazim, po ta them këtë se di vetën time, dhe që sot ato do humbin 3.000 deri 4.000 vota. Që do të sot, do ikin nga Peqini me minus 3.000 deri 4.000 vota. Po që i bjetë rezikojnë mandat? Gjashti ka kry punë. Gjashti ka marru më burë. Nuk e merë. Po ka marru i Gjashti. Nuk e merë Gjashti. Po ka marru pra i Gjashti. Ka qësur, përdoja rezikon dhe të pesë. Ka marru i Gjashti më burë dhe atashi. Unë po të them. Zoti Sula, çfarë ndodh? Dhe ky komunikim ka qenë deri ditën e hënë pa bë korrigjimi listave që bësh mbledhje në ora 1 ishte, kemi qenë përsëri në parlament 12:30 ka qenë telefonata e fundit e zotit Noka, i cili kam thonë, më tha do ke ndruar menje, thash 0, kushti të rriqet personi hyun dhe i kam thonë, ju garantoj mandatën e 6, edhe nëse nuk merret për shkak të fajit tim, por për shkak partisë numër më të vogël, keni garantuar të 5, kam thonë. Dhe këtë e bëj, kam thonë, për të treguar ty dhe gjithë të tjerëve që unë do vim mbi 10.000 vota personale. Kam një pyetje, ç'a ndodh se kjo pasaj besoj që ky rrëfim juaj e mbyll historinë me sfidoj që do më ndalim nëse jep çfarë ndodhi me Shqipëria bëhet? Shqipëria bëhet tani. Drejtje mori këto çunat e ri që unë besoja, to pa filluar mirë, kam mësuar hilet para se sa të bëjnë atë gjë. Po ka filluar hilet, është e tmerrshme. Përjashtuat djalin Ende Shabanin, të cilët unë respektoj sinqerisht, sepse ai u tregu më burr me mua dhe në raport të tavolinë bisede, po them këtë, dhe veçoj. Po, si ju do kandidonit për... Më kërkuan 5 formacione politike, realisht, përjashtu Agron Shehin. Gjithë tjerët më kërkuan që timi drejt për drejtë gjë. Mirë, unë kam zoti Shehi ka ide që do fitoj puna ti me veten vetë në puna ti, po të them, gjithë tjerët nuk kanë rëndësi, respekt maksimal për gjithë ato ftesën, sepse duhen vlerësuar, që mbon ftesën dhe ishin në orët e fundit, po themi, dhe unë zgjodha që duke qenë formacion me i ri, djemë të ri, të gjëra tash, dhe duke pat 100 telefonata apo SMS nga mbështetësit që thonë hynë se ç'ke, sidomos ato jashtë shtetit më çmenën një herë, se ka bërë regjistrime pafundit mira aneon, që do ikon javën tjetër ne, do ikon, do të takojnë ato ne, pam. Do të regjistrosh? Nuk do të regjistroj, po do orientoj. Do t'i kanalizoj. Te për doja jo. Te Shqipëria bëhet jo. Kam miq. Kjo është pyetja fundit. Do orientoj. Rri pa merak aty pjesë. Okej. Dhe nuk kishim kohë. Dhe sigurisht pranova, sepse ishte gjysora e fundit. Pa thonë fare, deklaruan vetë ato që regjistruan çun KGZ. Të nesër thamë i flasim gjërat nesër, okej. Dhe thash, kodi zgjedhor ka të përcaktuar një diçka, se të cilët nuk e shkel dot. 5 janë mbyllur, janë garantuar ato. Tani i thash, ore miq, ato që janë aty, ç'a janë? Janë rob kot, janë rob ton. Daja, Gjaja, Halla, Teza, dashura, baba e me që janë rob kot i thashë, mund të fusun në rob kot timin? Se tash i thashun nga padrejtia ika. Po. Nga padrejtia ika. Po jo, plus po tek skemën tuaj. Po pikërisht, nga padrejtia ika. Në padrejtit bia, në një budallik politik pasaj të qesh ignorant fare, ka derë pasaj që ky dashuri kuptoi që ta ja futën këto çunat e ri, thash, vendoso një tjetër që të paktën po them. Një koti i imi. I gopin Nipia, Gjaja, Daja, po skema juaj, po. Që paktën tashun pak takzojnë ose mund thotë jetë, i ka dashur të provoj herë tjetër ti si duan si Daj, si Dhe këta nuk pranuan? Thanë, jo, thanë ata. Oj, thashun, po bima, kur spranoka sot rob kotit thashun, po nesër kur të marrë mandatin tash. Rob kotit provoj herë tjetër tash. Faleminderit shumë i thashun, ju pafshi të hajë kësaj pune. Po ju akuzuat i tha që ai është proksi i Sali Berishës. Tani. Se Berisha po është njeri Ramos, po. Tani unë s'kam bajt as sy mas bërimës Chelsit, as veshët mas derës, që s'ka foloj me Berisha më njerëz tjerë. Por logjika të çon që o një forcë madhore financues i fortë, i cili mund të jetë ai personi që thotë s'do ta dojë, ose sepse Rama nuk interesonte gjëra, ose Rama interesonte ti shonë ne, po ta kuptosh në gjë politike, që ti merr ti mandatin. Diversion ke forcë. Por zoti Lapaj. E diskutojmë. Dhe nisa Shqipëria bëhet ka humbur shansin politik të jetës tyre që mandatin e parë ta merrin në Besan. Sepse ta merren mandat. Me gjithë mënyrën do ta merret mandatin unë. Të ta merrim, siç boi Luciano Boçi 2021-shin, që u tallte, kërkonte vota këtë demokratë, mos shkoni për dënio, shkoni mund. Mori vota personale. Edhe unë do ta kisha shumë komod të pjesë, që gjithë demokratët mandati ju i dhe thosha jam. Por edhe jo vetëm, edhe tek demokratët dhe pjesa gri, pjesa tjetër, që dy thonë, pak mbështetës që kishin ato. Se pas gjithë ato lista të Shqipëria bëhet, nisa Shqipëria bëhet, emrat pa njo. Respektet mund të jenë 3, nuk e di, kupton, por njeriu që e merr, edhe që ishte i sigurt, pra ti ke një mandat sigurt në Elbasan,
Edhe nuk e do ti dhe ti klapaj, do të thotë që ka një forcë madhore që të ka shtyrë që mos pranoj dashtullën. Dhe ju thonë ky është Sali Berisha. Tani, në mos Sali Berisha, në Sali Berisha. Tani, unë them që më interesuar ato janë. PD-ja. Thashë, nuk e di, ka folë Berisha, se Berisha është natyrë që nuk komunikon me njerëz drejt për drejtë, që ta kish parasysh se unë njoh si bashkëpunëtor 20 vitet. Edhe me ne ja përdor filtra gjithmonë. Po, ato që do thoja është kjo që përtej çfarë po diskutojmë për rastin Sula, i cili është një rast, domethënë në kuptimin që do të them tani që ai ka luksin partia kryesore opozitare të hyjë në zgjedhje me 3 kundërshtar që dihet që në terren do marrin forca, do marrin votues nga e djathta dhe më shumë akoma të hyjë në zgjedhje me individ influenca nëpër zona, siç është rasti zotit Sula. Mos më afro, më thonë mo. Mos më afro ta kërkosh votë për PD-n, më thonë. Ashtu, mbrapa këtyre individëve lëvizin mbështetës. Megjithatë, ky është një bast i madh që ka vendosur zoti Berisha, një bast që për mua e humbi në zgjedhje lokale, po me sa duket i ka bindur pjesën tjetër të PD-s. Që do thotë, me jep një dhe rast të dytë. Sa është lista e sigurt e PD-s? Do ta surprizoj. Të tregoj gjë tjetër. Jam i vetmi person i cili mora përsipër të famshëm të Bash atëherë, Bashkinë e Rogozhinës, 6 marsi 2022 dhe i vetmi person që kam rraf foltorën. S'pa falim më ato. Edhe bilet një që gazetari njëfë, ti e për të varë për kamë, tha mo. Se ti vetë t'i rave doktorin, nga 6 bashkit, kujtojt, 6 bashkit. Edhe ka vaja, për? Ja, 6 bashkit që u bën atëhere. Që u bën në përplasje në 2022, po. Dhe nga 6 janë forcë treta që qita vetë mund Rogozhinë, dhe ka vë bas me këta onë, të qërri në avë zotë Berisha. Po si u mund e ka mund me 6 vota për para. E përësysh unë jam kafshë elektorale në terren. Ti thua që Berisha nuk ta falin, fund. Ajo një. Jam i vetmi një person që kam artikuluar që nuk do duhet të jetë zoti Berisha kryeminist, do duhet një figurë përbashkuese që ose kujtohet për kryeministër. Po, këtë e ka thënë dhe Ferdinand Xhaferi dhe edhe ato Ferdinand Xhaferi nuk e fali. Kam thonë që po pse e fali kam një pyetje për ty? Pse e fali Gazmar? Të lutem, ta mbaroj. Pse e fali Çekmarkën? Ta mbaroj. Pse e fali Tabakun? Ta mbaroj. Po pra, po se kanë thonë herë këtë punë e kryeministit? Me kanë thënë. Jo, kam thonë edhe të tjetrën që Bardi dhe Çekmarka dhe Tabaku kanë thënë. Unë të lutem. Kanë qenë më agresiv në retorikën e tyre. Ti ke thënë ideologjike. Kam thënë gjë tjetër, që unë nuk e hyj kurrë një politikan në familje, s'ka për të bërë kurrë, as ka Rama, as ka Belia, as ka gjë, po kurrë. Në rasti ka qenë demonstrimi rasti zonjës ishe që ka bërë spaku, nuk kam hyrë në familje. Më gjeni 20 vjet politikë që përmend një familjar të në kuptimin që pa qenë diçka deklaruar nga institucioni që ta bëj. Kurrë, s'ka për të bënë herë. Po, duke qenë që media të morën me zonjën Argita Maltezi Berisha për të qenë pasuesi zotit Berisha, unë kam qenë i pari dhe i vetmi që kam deklaruar që nuk do duhet absolutisht që të jetë trashëgimi partia pa patur një karrierë politike, sepse partia edhe kjo. Po mirë, nëse këtu Berisha nuk e bëri. Kjo nuk ndodh. Edhe fundi fare që më ka vënë Maltezi nuk është kandidate. Edhe fundi, të lutem, edhe fundi që më ka vënë. Pra këtu Berisha në thojza kanë ndjekur këshillën tuaj. Edhe atë që më ka dhënë fundit është ajo që më ka vënë vulën në kurriz, që ka thonë që mos e ngjoj me emrin e Tiburri, sos pakis. Këtë prap e maj vetëm unë. Tani një pyetje, ti the do shkosh te emigrantët, jo për të mos votuar PD-n, por për t'i orientuar ata. Për t'i orientuar drejt kujt? Tani unë do kaptoj, si tha, do kaptoj male, do kaptoj lumej, shtete, edhe se dim se çfarë do them atje pastaj në fund. Pas vet nuk e di? Tani mendja tash, ja, po bëhem në pragmatist tash edhe, se mjaft ishte budalla unë, tash kam 20 vjet. Sola, më bëri përshtypje një intervistë dhat këtu në ABC News para pak ditësh me Emilian Islamin, kam përshtypje ka qenë në orën 18. Dhe në orën 18 ju thatë bët integrat shumë fort, si e lexova unë. Pra bët i dhat notat, notën 1 thatë. Ja, ishe ditë që hosh shorti. Po, shorti KQZ. Notën 1, pra më kese 4 Partisë Demokratike, por i dhat notën 5, pra ja ka lut klasën e Tiranës. Ke diçka më shumë për të më këta, apo ishte thjesht emocione e asaj dite? Unë e kam patur kundërshtarin e Tiranën politik, e kam urryer politikisht, jo si njëri, se s'kam urryer kurrë, as Liberisa urrej, ti je sigurt, 1000%. As Lamunakën, me Albana Voç janë dy figurat më të këshumë, edhe për demokratët, edhe më të urryer për shqiptarët, dhe prapë si urrej unë. Nuk urrej. Jem natyrë e tillë, nuk urrej kurrë, nuk e vej kokën një stik që shoh ëndër ku ti bëj keq nesër, kurrë. Te kam gjë. Por fatkeqësisht për PD-n dhe për opozitën, Edi Rama di si ta heqi vallën se themin e Shqipërisë më. E do ti dyshim me zëqare, e do ti Napoleonin Shqipëritë mesme, e do labën, do të knoshë si në Veriu,
Edhe kur thotë Rama, ke parasysh edhe kur thotë unë jam dhe ortodoks dhe katolik dhe musliman i bën gjithë ato gjërat në këtë forme. Dhe këtu, shikoj tani çfarë bëri. E ngrejti gjithë se të stuhim pa një javë për punën e spakut, po që nuk i biti në atë lloj forme, por e merrte që këtu drejtat e njeriu dhe tani thotë spreket spaku thotë. Po ta harroj thotë kushdo. Edhe opozita, zoti Berisha ta harroj thotë, sepse normalisht nuk preket sepse po s'desh Rama nuk preket, se logjikisht sepse duhen votat, duhen 94 vota. Preket kushtetuta të bësh atë ndryshime. Lumbra aq bukur, lun që ta bëjmë nxënës, ta bëjmë mësuesin ta pëlqej, që në këtë rast janë ato qytetarë shqiptar që do votojnë. Në kuptimin mësuesa ja vjedh voton. I bën që të flenë rahat, gëzien mirë, ngrysën keq një moment, prap gëzien mirë, mjali i bën një variacion humori, kënaqësie, edhe fillon tall atë që thuhet me 77-42. Ai thotë jo po 313 tash, po 5 që është ajo. Ke parasysh 55 me 55 apo 50-40 që ato shifra tjera, dhe e ka gjetë. Mi deni, themi ne, Shqipërisë mesme, se si e do. Si e do ky popull. Sula, dhe nuk e meriton të marrë 10, absolutisht. Thash pa merr 5 pra. Ta vjedh 5. Ta që duhet aty. Aq duhet 5. Ai megjithatë më bën një deklaratë që mua nuk më pëlqeu, me thënë vërtetën. Ose më saktë, mu duk mua ishte një deklaratë që ai luante në distancë me zotin Berisha duke të vënë ty në mes. Pra Rama. Zoti Berisha, nuk e di, besoj e ke ndjerë dhe ti këtë. Berisha thoshte që dashi të reflektoj gabim bëri po mund kthehet. Pra Rama thote ne jemi gati ta marrim, të japim derën e Darsulës, po duhet dezinfektohet si dezinfektohen ato pulat.